الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshiruesit, falënderojmë Allahun, mirësitë dhe bekimet e tij qofshin profetit sallallahu alaihi wasallam. Babu at-tibbi wal maradi wal ruqa. Smundjet dhe yshtjet. Do të thonë madhi Zot Allahu xhallahu ka zbrit smundje dhe këto smundje mund të jenë ose smundje që kanë bënë në botën fizike, materiale, ose janë smundje që kanë bënë në botën shpirtërore, ose në botën e padukshme. Në botën fizike me kuptimin që njeriu smuhet në trupin e tij, ose në diçka që është mundësisht e arritshme për të zbuluar shkaku i smundjes. Diçka që mund të shihet se ku është smundja. Është një kategori tjetër smundjesh që s'është e mundur që të hetohet nëpërmjet, si më thon, mjeteve materiale, smundja. Pra ti e sheh efektin e smundjes, por nuk gjen dot burimin se nga vjen. Të quhen smundjet shpirtërore ose smundjet që kanë bënë në botën e magjive, në botën e mësyshit, në botën e energjive negative, të përfolmës, smirës, sejlit. Dërsa pjesa tjetër pastaj është ajo që studiohet nëpër shkolla, si smundjet që ka trupi i njeriu. Normalisht që Zoti i Madh ka orientuar njeriu, ka mësuar njeriu, ka inspiruar njeriu se si ta kërkojë shërimin në të dyja rastet. Dhe ka lënë hapësirë të madhe për njeriu. E rëndësishme është që njeriu të shërohet, kurohet, të japë zgjidhje. Por vetëm një kusht ka vënë feja për shërimin. Mos tjetë me haram. Mos tjetë duke i bërë shok Zotit. Nëse nuk është në haram, nëse nuk është duke rënë një shirk dhe në dojtari, ka hapësirë dhe liri të madhe që njeriu të kurohet e të shërohet. Që nuk është e nevojshme shumë me pyet, përveç se nëse bëhet fjalë për ndonjë gjë që është ndaluar. Për këtë arsye tregohet se njerëzit në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ishin njëri tjetrit, kënaqëshin në një tjetër, shumë, ka qenë masivitet, fëmijës, komshiut, fis. Shkojshin gjithë të hoxha më u gnu, pra në kuptimin shkojshin gjithë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E duke qenë se ishte bosi traditë dhe kishte masivitet, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, filan ditë, caktoi një ditë, do të vini gjithë të kun që të dëgjoj se çfarë ju kënaqni njerëzve. Edhe më të vërtetë erdhën këto gjithë, u rreshtuan, si më thonë në xhami, do rreshtuan në xhami, me radhë ishin që secili. Vjen i pari, e ngjon, thotë mirë, i dyti, mirë, i treti, mirë, pastaj ta stop. Gjoni tha, kënaqni çfarë të doni, yshtni si të doni, por në fjalët tuaja nuk duhet të ketë shirk, idhujtari, paganizëm. Pa njerëzit janë tjerë, dikush i kënon Fatihan, dikush i kënon Kul Huwallahu, dikush i kënon Felekun, dikush i kënon Nasin, dikush lutet shqip, o Allah shëroje, o Allah shkatroje magjinë e këtij njeriu, o Allah shkatroje mësysh, shqip. Dikush lutet italisht, është italian, o Allah shkatroje, o Allah pastroje. Dikush lutet norvegjisht, dikush lutet anglisht, dikush lutet kinezisht, japonisht, s'ka lidhje. Sepse kujt i drejtohet njeriu, Allahu xhelalu, Allahu s'ka vënë në kufizim
që gjë unë shëroj vetëm për ata që lutën kështu, s'ekziston në skun. Yshtja ose kënimi është që ti lutësh Zotit për personin. Ka hapësirë të madhe kjo pjesë. Dhe nuk është të kufizuar ndër njerëz, për Ilani, shkote ai të zgjidh situatën. Nuk ka lidhje fare. Për shembull, lutja e prindit për fëmijën është më e fortë se çdo lutje tjetër. Lutja e fëmijës për prindin e vet është më e fortë se çdo lutje tjetër. Lutja e gjyshit për nipin ose për mbesën është më e fortë se çdo gjë tjetër, sepse edhe dashnia është më e madhe se çdo gjë tjetër. Sepse ka të bëjnë shumë gjëra. Ka të bëjnë dhimbshunia, ka të bëjë besimi, ka të bëjë siguria e njeriu në atë që lexon. Pra ai që lexon do të jetë i sigurt që kjo gjë që po punon ka për të pranuar tek Allahu. Besimi se nuk është ai që e bën punën, po është Allahu ai i cili ja jep mundësinë dhe fuqinë. Dhe mësimi i njerëzve, pa kur vjen dikush të thonë kënoj sure ose me që shkon xhamit, a kënoj gjë, do të më thonë gjë, unë nuk jam unë ai. Unë thjesht po të lexoj fjalën e Allahut, Zoti është ai i cili shëron. Unë bëj, si më thonë, sebepin ose unë bëj kurën. Po është Allahu i cili shëron. Ka shumë njerëz që thonë, po pra Allahu në ti mo, Allahu në ti. Po Allahu para, po ti mrapa. Ti je njëshi. E kanë këto në këtë mesme që ju bëhet qeshi. E më qënë po modest. Te bësh kështu. Mërë pisë. Ose pranate që thotë, ti ma, ti. Dhe e kur thotë, pastaj ka shëru filanët. E rëndësishme, atëherë ne do të shohim këtë tematikë, ky kapitull në hapet tani, kapitulli i këtyre muhabeteve. Mjekësia, sëmundja thotë edhe yshtjet. At-tib, mjekësia. El-marad, sëmundja. Ar-ruqa, yshtjet. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق. Abu Huraira radhiyallahu anhu përnosi dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë el-ain mësyshi ose e marrmja në mësysh, e hangmja në mësysh, si të dush quhet shqip, është hak, pra ndodh me të vërtetë. Pra mësyshi ekziston. Mësyshi ka fuqi shumë të madhe. Për çfarë është mësyshi dhe si funksionon? Çdo njeri ka brenda vetes tij energji. Të mirë dhe të keqe i zhvillohen të dyja. Nga njëra keqja e mund edhe i shpërthen. Dhe kur shpërthen energjia e keqe, shpërthen nga gjithë trupi i njeriu. Por më shumë ti që jep efekt janë syt. Pse? Sepse janë qelizat qelqore. Kjo llamba, pse nxjerr dritë? Sepse është qelq, apo jo? Po t'ishte me copë, do të dilte e kuqe, do të dilte e verdhë, do të dilte e zezë, ndoshta s'do u dukte fare. Qelqi e depërton më shumë dhe më së miri këtë dritën. Për këtë arsye, këtyre energjive negative që dalin nga njeriu, që shpërthejnë në momente të caktuara, nga njeriu i thonë mësysh, sepse më shumë ti goditjen e jep nëpërmjet syve, sepse është qeliza e tillë, që depërton dritën, energjinë. Për këtë arsye, ka pas njerëz të njohur thuhet në histori të verbër që të pushin. Është i verbër, ose të hajtë mësysh. Gjojte dhe godiste. Ka njerëz sot që me të prekme. E prekte dhe çka pa e pahiq. Pa e pahiq sytë në ematon. Ose me të ngjume.
Pra e ka marrë emrin mësysh, se më shumë të funksionon nëpërmjet syve. Po çfarë është një energji negative brenda njeriu që aktivizohet me dashje, po edhe pa dashje. Me dashje, kur njeriu ka smir, ka zili, kur shef një të mirë të dikush, dhe pa dashje, kur njeriu mahnitet. Mahnitja e njeriu mund të jetë për habi, dhe s'përmen Allahun, ose për dashni. Pra me urrejtje e kuptum, ka morë dikush makinë bukur, pam, makina zbahajër mo, derisa shkoj për pjesë këmbimi. Dikush në gjitet lartë në pozicion të caktuar, ose jep Zoti, pam, a i zbon hajër, i prishen. Kjo, jo, probleme, divorci, ku të qonë, arsye në fund fare s'ka arsye. Se çka ka ndodhur nuk dihet. Dhe dikush tjetër për shkak të urrejtjes, e tham prapë, por dikush tjetër për shkak të mahnitjes, deri deri ka qenë tonë me të ka qenë normal. Kur e pa sot për shembull, po tjetri. Po mund të jetë për shkak të dashurisë madhe. Ka marrë mallin, niprit, mbesat, një shok që u bë koqë se ka pagu dhe gjone etj. Pa mund tjetë edhe çlirimi, gabimisht, pa dashje, po no, do ditje. Për këtë arsye, thonë, nuk duhet më mërzit nëse thotë dikush merr abdes, sa ka marrë se ka ongër mësysh fitan diku, kur ka qenë piknik, ose kur më qenë autobus, ose kur më qenë në xhamia. Merr abdes nuk është, ai nuk po të shart, as nuk po të ofendon. Sepse ndodh edhe pa dashje. Si shka ndodhë kohë e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Kanë qenë të ulatë me një vendën tje, kanë ka lukë. Edhe ka thonë që lëkure pasra frimër ma, si kur më qenë gocë. Qëfar lëkure pasra? Si kur më qenë gocë. Sa kanë kalu, nuk kanë ndodhë nesër, pas nesër, kanë kalu, o smugi, ju mush trupi me pushka. Filloj temperatura. Ku të shkojmë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shkojmë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha, kush mendoni ju se mund ta ketë marrë mësysh direkt? Tha, vetë se dim, po filoni kështu tha. E ne i kishe shpreh, nuk është për shkak se i kishe thonë këtij, kishe shpreh, çat trupi pas, çal kurë. Tha thirrën, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pse ndonjëri për jush vret vëllain e tij? Nëse shet diçka të vllai jot që të pëlqen, përmend Allahun. Thuaj masha Allah, te barak Allah. Përmend Allahun, la ilaha illallah, subhanallah. Çfarë ndodh? Kur përmendet Allahu, fiket çdo gjë. Shuhet, e keqja bie. Se nuk arrin me emrin e Allahut e keqja, nuk arrin. Për këtë është themi ne për çdo gjë bismillah. Pse themi për çdo gjë bismillah? Se po përmend Allahun s'ka më thënë e keqja. Dhe urdhëroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sahabiun që të morë abdesin mësysh të quar, dhe tha hidhni shoku tuaj ujë nga mrapa. Thotë ja hodhën ujin nga mrapa, sikur s'kishte gjë. Filloi tu sikur më qenë kështu më fjalë, sikur më bë xhiponën antialergjike për shkak të xhiponën, kur apo dhe fillon trupi bjerë një sekond. Këta është njëri është mirë përmendja e Allahut për çdo gjë që çuditet, për çdo gjë që bani. Po edhe për veten e vet. Se robi mund të morë mësysh të veten e vet. I duket vetja mirë, performon mirë në një situatë caktuar, ecën mirë në shkolla, ku dëgjon atë, apo i pëlqen makina vet, apo gruaja vet, apo fëmia vet, e kput. Për këtë arsye gjithmonë duhet të përmend Allahun xhallahu, gjithmonë duhet përmend Allahun xhallahu. Fëmijët i kap më shumti, suksesin e njeriu në jetë e kap më shumti, sepse njerëzit që janë në fokus i kap më shumti. Për këtë arsye njeriu duhet ta mbrojë veten e tij me namaz, me përmendje të Zotit, me dhikr. Fëmijët me i lymë me vajt knum, po edhe të mëdhenjt
nëse kanë simptoma të cilat nuk kanë interpretim mjekësor apo klinikal, atëherë le të shihet sepse mund të jetë problem psikik kështu me radhë. Nëse kjo është një kapitull i gjerë dhe i gjatë, besoj se do të ketë edhe tema të tjera që trajtohen. E rëndësishme është që ne muslimanët besojmë el ainu haq. Mësyshi ekziston, është i vërtet. Dhe nuk lejohet me e mohu. Nuk lejohet me e mohu. Ka arsye thuhet në komentin që i kanë bërë dietarët fjalës e Jakubit alayhis salam, o bijtë e mi, hyni në dyert të ndryshme. Se çunat e Jakubit alayhis salam kanë qenë shumë të pashëm. Jusufi ka qenë njëshi, po edhe të tjerë kanë qenë të pashëm, shumë të pashëm, shumë bukur. Racë tjetër, këta ishin egjiptian, këta ishin racë tjetër. Edhe kur ka thonë kur shkoni, tha, atje tha mos u futni gjithë në një derë, tha, me i portë, se më u fut 11 kinga me i derë gjithë. Tha shpërndahuni. Çfarë tha Zoti? Jo se do të ndryshonte diçka nga kaderi i Zotit, po diçka Jakubi e dinte mirë se si funksionon. Se i kemi vazhdon dije Jakubit. Zonë? E rëndësishme, kjo është temë e gjerë dhe gjatë, ka nevojë për trajtim ndoshta më special, po ne do të trajtojmë pjesë inshallah kur të lexojmë. Zoti ju shpërblet. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.